Policia ende nuk po mund ta gjejë Remzi Miftarin, i dënuar me 10 vite burg për aksidentin me autobus në Llaskars, ku jetën e humbën 16 persona. Miftari duhej të shkonte në burg që në muajin maj. Policia Tetovës nuk e gjeti në shtëpi. Në pyetjen e portalit SDK, nëse është e mundur që Remzi Miftari ka ikur nga Maqedonia për t'i shpëtuar vuajtjes së dënimit, nga policia janë shprehur se pikat kufitare ka njoftuar se ai nuk e ka lëshuar shtetin, prandaj dyshohet se fshihet diku brenda vendit. Në shtëpi nuk është dhe kërkimit po zhvillohen në disa lokacione. Përndryshe, dy të dënuarit, Miftari dhe Beluli, e kanë shtyr hyrjen në burg për 7 muaj. Të dy në të njëjtën kohë kanë kryer operacion nga hernia në testikuj. Për Remzi Miftarin, person përgjegjës për transportin në Durrës, afati për shtyrjen e dënimit ka kaluar prej kohësh, ndërsa pronari i kompanisë Durmish Beluli ka marrë shtyrje të re tani deri më 1 dhjetor 2025. Pas skadimit të shtyrjes, edhe ai do duhet të paraqitet në burgun Idrizov.